Tirana është i vetmi qark në rang vendi që ka rritje të popullsisë si pasojë e migracionit të brendshëm, por nga ana tjetër kryesoi përënje më të madhe të lindjeve në 3 mujorin e parë të vitit. Instituti Statistikave raportoi se në qarkun e Tiranës lindën 1750 foshja në 3 mujorin e parë të 2025-s, duke rënë me 18% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Tirana u rendit e dyta pas Kukësit për ritmin e lartë të rënies nga 12 qarqet e tjera. Nga ana tjetër, popullsia e qarkut të Tiranës ndërmjet dy censeve, 2011 dhe 2023, është rritur me 7.3%. Faktorët për rënien e lindjeve lidhen me kostot e larta të jetesës për çiftet e reja dhe çmimet e larta të kujdesit për fëmijët. Çmimet e banesave në Tiranë janë rritur më shumë se 60% nga viti 2018, ndërsa stoku i banesave sociale mbetet në vend numëro. Qiraja dhe kredia zënë më shumë se 35% të ardhurave mujore, duke i shtyr çiftet që të kufizojnë lindjet. Për të rinj që duan të krijojnë familje, kostot e banesave dhe qirave pothuajse janë dyfishuar. Qiraja mesatare në zonat kryesore në Tiranë varion nga 300 deri në 800 euro në muaj, më shumë se dyfishi viti 2019 ku ishin 150 deri në 300 euro në muaj. Gjithashtu çmimi 1 metri katror banesë në periferik të vit është 100 deri në 1200 euro, ndërsa në zonat brenda unazës së dytë më shumë se 2000 euro. Gati dyfishme para pandemin, kjo ka bërë që zgjerimi i familjes të kthehet në një sfidë dhe shumë të rinj hezitojnë për ta ndërmarrë këtë hap.